në Ministrinë e Mjedisit. Jemi në një tjetër sfidë madhe që e kemi parë të tërë dhe shohim sidomos gjatë sezonit të verës, kur temperaturat rriten shumë, që është problemi i madh, sfida e madhe e zjarreve. Dhe për këtë arsye, nevoja që të ndërhyjmë me shumë më tepër kurajo në aspektin e reformës dhe me shumë më tepër angazhim në aspektin e vëmendjes për sa i përket pyjeve është çdo vit dhe më e madhe. Dhe nga ana tjetër, nevoja për të rritur kapacitetet tona për plotësim po ashtu është çdo vit më e madhe, sepse siç e kemi parë, askund nuk i ka gjetur ndonjë ilaç zjarreve që kur vinë bëjnë dëme deri edhe kolosale. Por nuk mund të qëndrojmë duke përsëritur të njëjtën gjë sado që mund të ketë qenë rezultative në periudhat më parshme, kur në ndërkohë nevojitet që të bëjmë diçka tjetër, pikërisht sepse duhet t'i përgjigjemi sfidës duke reaguar edhe duke investuar pa humbur kohë në ato pjesë që për shkak të zjarreve kthehen në plagë. Për këtë arsye po angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes plotësimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë, janë të buxhetuara për vitin që po vjen dhe duke ndërtuar një bazë vitin që vjen do të rrisim pastaj edhe financimet, do të rrisim edhe intensitetin e këtyre plotësimeve në vitet e mëtejshme. Një tjetër domosdoshmëri që e ka sjell kjo kohë është domosdoshmëria për të zgjeruar kapacitetin e filanishteve publike. Duke bashkëpunuar me bashkitë, padyshim, por edhe duke mbështetur pikërisht Agjencinë e re kombëtare të zonave të mbrojtura dhe të pyjeve, apo të pyjeve zonave të mbrojtura, këtë nuk e di eksaktësisht si do të quhet dhe si do jetë radha, për të krijuar fondin e vet dhe për të pasur rrjetin e vet